se kjo qeveri nuk është duke përkujdesur për zhvillimin ekonomik, për standardin e jetesës, po është duke bo veprime veç qysh me i konvertu në votë. Blerjen e votës përmes paros publike. Qeveria nuk është duke e morë në konsiderat ndikimin dhe impaktin e kësaj dukurie në përkeqësimin e standardet jetesës qytetarëve. Dhe kjo tregon se kjo qeveri nuk është duke përkujdesur për zhvillimin ekonomik, për standardin e jetesës, po është duke bo veprime veç qysh me i konvertu në votë. Blerjen e votës përmes paros publike. Sigurisht se të shpejt do të kemi një debat që ne do të kërkojmë shpenzimin e paros publike posaçërisht 3 muajin e fundit vitit kaluar. Se gjërat do të bëhen, kategoritë do të përkrahen, po do të bëhen me ligj. Çmimi i naftës është në ngritje e sipër. Është një produkt i cili ka impakt në ngritjen e kostos të shumë produkteve tjera, qoftë në prodhim, qoftë në shërbime. Dhe për më keq, kur ndikon në rritjen e çmimit një produktit, mas një periudhe të caktuar kohore, mundet çmimi ati i naftës se rezultat i ecurive në bursat e ndryshme me ro, po çmimi i produkteve që ngrisë rezultat i ngritjes çmimit naftës gjelet i njëjtë. Prandaj, qeveria nuk është duke e morë në konsiderat ndikimin dhe impaktin e kësaj dukurie në përkeqësimin e standardet jetesës qytetarëve. Kjo vazhdon me i varfëruar qytetarët e Kosovës. Qeveria nuk është të lexuar mirë as zhvillimet dhe indikatorët makroekonomik dhe financiar. Kemi edhe raportin e fundit monetar ndërkombëtar. Nuk është që thot diçka tjetër, më shumë se që kemi thonë na këtu, po e konstatojnë edhe ata. Rritja ekonomike për vitin 2025 vlerësohet se është 3.6, që është ma e ulta e viteve të fundit, në nivel i rritjes ekonomike i cili është i pamjaftueshëm me adresue nevojat dhe sfidat e ekonomisë të Kosovës. Për më keq, parashikimet janë edhe më të zbehta, ku për vitin 2026 parashikohet rritje ekonomike prej 3.3%. Inflacioni, për me thonë gjuhën popullore, rritja e çmimeve dhe përkeqësimi i standardit jetesës qytetarëve të Kosovës, varfërimi i qytetarëve të Kosovës. Shkurt të vitit 2026, krahasim me shkurtin e vitit paraprak, është 6%.